Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank. Atëherë, jemi në mes të ciklit gjë e gjallë të mban gjallë. Në këtë moment na është bashkuar Ministri i Bujqësisë, ose më saktë ne jemi bashkuar planit tuaj për skemën kombëtare, për ta kuptuar më shumë, sepse na intereson për të gjitha fermat që kemi parë dhe do vazhdojmë të shohim. Faleminderit, Ministër. Shumë faleminderit edhe për të gjithë mundësinë që ne japim për të shpjeguar jo vetëm skemën kombëtare, por edhe punën tonë përditshme së bashku me fermerët, ku ne jemi çdo ditë me ta në terren për të bashkëbiseduar, siç ju e keni parë, sepse puna e bujqësisë nuk ka orar, ka një proces që duhet të jesh gjithmonë në kohë për të shërbyer, për të dëgjuar, për të bërë më të mirën për punën që ne së bashku me fermerët kemi dhe jemi duke bërë. Por skema kombëtare jemi në fazën e 2 javëve të parë, pra kemi kaluar një periudhë për 2 javësh, kemi mbi 20.000 aplikantë, pra fermerë që kanë aplikuar deri tani. 20.000. Po, 20.000. Deri tani që ne flasim, kemi mbi 20.000, jemi në fazën e një procesi ku fermerët janë duke bërë gati dhe gjithmonë e le nga fundi, me thënë drejtën, për të aplikuar. Një pjesë e mirë ka aplikuar, kemi kryesisht në blek të ri, që ka një numër të shtuar të aplikantëve, sepse ne kemi vendosur edhe masa për të rinj deri në 10.000 euro për të përfituar. Mund të ndalojmë pak te kjo, se do kisha interes duke qenë se edhe vetë u njoha, ky është viti që e njoha për të parë më mirë. S'mund të them gjithçka, po diçka tek blegtoria. Dhe dua të kuptoj çfarë ndryshoi këtë vit dhe pse ju e bë këtë gjë? Pas që blegtoria po shuhet, pas që diçka nuk shkon. Ne pamë që nuk është një ndryshim, por një mbështetje për blegtori. Blegtoria ka një interes për ta ndihmuar, për t'i qenë pranë, për t'i dhënë mundësi që ata të jenë të interesuar për blegtori. Dhe ne ndryshuam një qasje për t'i ndihmuar me 3 forma. Forma e parë është ulja e pragut, sepse kishte një interes për uljen e pragut, se jo të gjithë kanë mbi 100 krerë. Dhe ne duhet ta ulim numrin e pragut, qoftë tek të imtat, por edhe tek gjedi. Kushtoi. Pra nga 10 lop e kishim e quam në 5, nga 100 krerë për dele apo 10 e quam në 50. Dhe të gjithë tani kanë mundësi që të aplikojnë dhe të bëhen pjesë. Dhe nga këtu i kaluam nga 12.000 lekë të vjetra në 15.000 lekë. Pra i rritëm dhe vlerën për të ndihmuar. Dhe nga 100.000 lekë që e kishim për gjedhin, për lopët, e quam në 120.000 lekë. Pra përveç mbështetjes, por edhe uljen e pragut. Pra interesi i shtetit shqiptar është që kush më shumë tek blegtoria? Ku e kam? Duke qenë se ne kemi një zinxhir ekonomik, jo vetëm në blegtori edhe në sasinë që ne prodhojmë, e qoftë tek mishi, tek qumshti apo tek nën produktet që kemi në treg, sepse nuk bëhet fjalë vetëm tek numri i krerëve, edhe ne po investojmë te numri i krerëve, por është një zinxhir që tek mënyra se si ne prodhojmë tek qumshti, tek mishi, tek çdo produkt që shkon në treg. Dhe duhet që t'jemi në tregun në brendshëm dhe shqiptarët të konsumojnë produktet tona. Mos kemi produkte sa më shumë nga importi, pra gjithmonë të fokusohemi në produktet tona. Kemi kompani të mëdha që janë duke përpunuar qoftë qumshin në produktet e tij, qoftë tek mishi tani që kanë interes agroturizmat e shumë që janë duke ndërtuar. Dhe ne jemi duke përgatitur dhe ligjin për agroturizëm që ta lehtësojmë sa më shumë dhe të kenë të gjithë agroturizmat të përfitojnë nga mënyra se si ne po e ndërtojmë ligjin, sepse e kemi pas deri tani disa problematika që ne janë ankuar agroturizmat, por kishte disa mënyra në mënyrën se si ne aplikonim për agroturizmat, kishte disa procese që ne i kemi heq tashmë për të përfituar agroturizmat sa më shumë, për ta çuar në 1.000 agroturizma në Shqipëri, sipas
vizionit që kryeministri e ka shprehur për agriturizmin të Shqipërisë, sepse kemi një potencial shumë të mirë edhe nga paketa e maleve që jemi duke aplikuar në çdo bashki, që është një numër i konsiderueshëm për çdo bashki tashmë, që ne kemi kaluar edhe me vendim e qeverisë rast pas rasti për bashkitë që janë të interesuara për zonat caktuara që kanë shprehur interes qytetarët vendas që kemi ne këtu, por edhe emigrantët tanë që jetojnë në emigracion, që duan të investojnë në Shqipëri nëpërmjet paketës maleve. Pra, ky është një zinxhir ekonomik, mund të themi, që ne duhet të ndihmojmë. Jo vetëm këtë, kemi futur dhe 10.000 euro grant për të rinj që duan të jenë pjesë e blegtorisë. Ka kërkesa, është një numër i lartë, janë duke interesuar të rinj, na pyesin vazhdimisht në numrat tonë që ne kemi vendosur, e në agropikat që ne kemi, në mënyrë që ata të bëhen pjesë. Dhe të gjithë punojësit tanë, të gjithë arebet, të gjithë agropikat, të gjithë njësitë administrative nëpërmjet bashkive që ne kemi aksesuar tashmë dhe bashkitë janë pjesë e procesit të aplikimeve apo informacionit që do t'i japin fermerëve dhe qytetarëve në terren për të aplikuar, për të bërë pjesë ndaj skemës tonë kombëtare, të bëhen të asistojnë në këtë proces, në mënyrë që fermerët dhe të rinj të jenë pjesë e kësaj gjë. Jo vetëm kaq, por kemi vendosur stanet, 30.000 euro për një stan. Në stane, do me thënë, nëse ti apo një stan të ri apo e ke ekzistues dhe do mbështetje? Do të bësh një stan të ri, do një mbështetje për një stan që ti mund të aplikosh, pra me 10.000 euro mund të marrim 50 dele apo 10 të një të ri. Mund të aplikoj edhe për stanin, pra nuk është se është i cunguar skema kombëtare. Pra pra mund të marrë edhe 15.000 lekë për krerë, mund të marrë edhe 10.000 euro për të investuar në blegtori, por edhe 30.000 euro në raport me stanin që të ndërtoj. Dhe stani ka disa kushte që ne kemi vendosur, ku duhet të jetë një kontinier, një panel diellor, sepse ka nevojë për energji, që mënyrën se si ne marrim qumshtin nga stani, mënyrën për të zier diçka, për të pasur një karikus telefoni, apo se nuk mund të rri dot një ri në një zonë të largët pa një energji elektrike. Kemi vendosur tankerat e inoksit, sepse siguria ushqimore është e rëndësishme që nga mënyra se si ne e trajtojmë produktin, pra qumshtin, apo për të pasur një lindje në stanin që do të investojmë. Edhe në fushë edhe në mal, pra nuk është të thënë që do të jetë patjetër në një zonë kodrinore apo malore. Dhe këto janë disa pika që ne e pam të arsyeshme sipas zgjedhjeve që kemi pasur në u arrit në konkluzion pasi u dëgjua çfarë doni. Po, ne u takuam me fermerët në gjithë Shqipërinë. Bëm 23 takime, shkuam me ta në gjithë qarqet, edhe kishe një interes faktikisht në disa sugjerime të tyre. Dhe sipas sugjerimeve që ne morëm nga ta, arritëm që të bënim një skemë kombëtare. Tani jemi në fazën e aplikimeve, nëse do të duhet për ta shtyr datën e aplikantëve, pra të fermerëve, do të na duhet që të marrim një vendim, pra në udhëzimin që ne kemi lënë hapësirën për ta shtyr mënyrën e aplikimeve apo datën e aplikimeve, do ta rishikojmë nëse fermerët do të kenë interes akoma më shumë, siç ne mund ta kemi edhe vit pas viti për interesin që ata janë për të aplikuar. Por në vitin e kaluar, për të po ju marrë një shembull, në buxhet, në real, në buxhetin që ne kemi vendosur për 4.4 milionë euro, sepse ishte një proces që qeveria shqiptare vendos, siç ne kemi tani 52 milionë euro në favor të fermerëve, pra skemën kombëtare. Nëse do të aplikojnë 70-80 milionë euro, ne me aktin normativ gjithmonë kemi aksesuar ata për t'i thënë të gjithë pagesat. Pra me vendimin e qeverisë, me aktin normativ të fund vitit, siç e bëm vitin e kaluar, që kaluam 62 milionë euro nga 44, bëm të mundur që të gjithë fermerët që kishin aplikuar dhe dolën përfitues të shpërblenin në vitin që ne kaluam. Dhe këtë vit po të njëjtën skemë do të nëndel. Ka një interes të shtuar. Ne për shembull të vit mbështetëm bletarin 2 fishim të bletarisë. Pse? Ç'a u ndjej? U ndjej një lloj. Bletaria është një formë, ne kemi nga 2020-a kemi pasur mbi 300 e pak mijë koshere. Në 2025, në fund vitit 2025, shkuam në 600.000 koshere.
dhe ne do ta çojmë në vitin 2027 në 1 milion gosherë. Për shkak të interesit që e ka, ne prodhojmë, kemi një natyrë shumë të mirë, kemi lule që bleta shkon për të ushqyer disa lule të veçanta që nuk i kanë në vendet e tjera, dhe të gjithë produktin, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera si Gjermania, Amerika dhe vendet e tjera që ne çojmë dhe eksportojmë, ka një interes për mjaltin tonë. Dhe ne eksportohet, po. Dhe ne e kemi përmbushur të gjitha kriteret për dyfishimin e kosherëve. Jo vetëm në buxhet, pra ne kemi caktuar nga 10.000 lekë në 20.000 lekë. E dyfishuam. Por nuk mjafton vetëm dyfishimi që ne kemi bërë, por kemi dhe 50% për çdo kosto që ato do të ndërtojnë një koshere. Pra, edhe 50% të çdo koshere që ne kemi për ndërtuar, sepse do na duhet që ato materialet, dërasat, telat, pra çdo produkt që ato që duhet ndërtojnë një koshere, ne kemi të përfshirë dhe 50% të kostës së tyre. Përveç kësaj kemi edhe tankrat e inoksit që ata duhen për të mbajtur me një cilësi shumë të mirë mjaltin. Po, edhe tankrat e inoksit për çdo produkt, jo vetëm për blektorin, jo vetëm për bletarin, por për çdo produkt që kanë nevojë fermerët për të investuar në makineri, në tankera, në sigurinë ushqimore, pra disa produkte disa pajisje që ato duhen, ne kemi vendosur në... Pra, siguria ushqimore ka qenë më e theksuar vëmendja e ndihmës që mund t'i japi shteti. Po, sepse ne duhet kalojmë në një proces, pra fermerët do ta kuptojnë që ne duhet jemi në sigurinë ushqimore të parat. Sepse nuk mundet që ne vetëm me kontrolle të realizojmë sigurinë ushqimore. Po, do ta kuptoj vetë që do ta paguaj, po nuk e bëri mirë. Është vërtet. Pra, në momentin që ne parafrohemi me Bashkimin Evropian, bëjmë aktet ligjore, kalojmë në procese të njëpasqyrshme me kapitujt që ne kemi, por nuk mjafton kjo sepse nuk mund të shkojë vetëm qeveria në Bashkimin Evropian. Po shkojmë me gjithë fermerët, me gjithë qytetarët për të implementuar. Që po se bëre mirë nuk do jesh. Po ndërgjegjësohen, po e kuptojnë sepse ne po kalojmë në një fazë kategorizimi tani, dhe faza kategorizimit na ka treguar qartë që fermerët e presin dhe e kuptojnë që disa investime duhen bërë dhe janë gabim. Pra, sepse nuk kemi bërë me standard, kemi kaluar në një proces që mbase arkitekti apo inxhinieri që ka ndërtuar investimin nuk e ka kuptuar zinxhirin se si duhet ndjekur që nga hyrja e produktit, që nga hyrja se si futen punojësit e tjerë dhe derisa del produkti. Pra, hyn në një derë tjetër dhe del produkti në një derë tjetër, që mos të kemi shkëmbime fare me prekjen e produkteve, siç kemi parë në disa nga ambientet që ne kemi kryer. Por edhe sigurinë ushqimore, siç është investimet të duhura në laborator, në teknologji apo në higjienën që është më e rëndësishme. Dhe siç kemi parë edhe në disa vende që për një tub uji, komisioni i ka caktuar detyra, sepse ai thotë s'është në rregull? Po s'është në rregull, duhet ta përmbushësh, sa kohë të duhet ty për ta përmbushur këtë, 3 muaj, 6 muaj apo 9 muaj, që ti ta kryesh të shërbim apo ta rregullosh të gjë, në mënyrë që ne kur të vim për të përmbushur ti detyrat që i ke kaluar këtë test apo jo, të japim dhe certifikatën e kategorizimit. Pra, në kategorinë që ne kemi caktuar sipas Komisionit të Bashkimit Evropian, por edhe Komisionit në Shqipëri që janë disa struktura tona në terren së bashku me ta. Dhe kjo jep mundësinë që unë bëj marr një shembull me një tub uji, një nga subjektet në gjithë mënyrën e investimit në standardet e Bashkimit Evropian, në magazinimin që kishte produktin e ushqimit të kafshëve, një tub uji që kalonte aty, kishte pikonte nga pak. Por duke pikuar, kalon në ushqimin e kafshëve. Dhe aty fillon krijohet aflatoksina, që është ai myku që ne kemi problem. Dhe aflatoksina deri në 600 gradë nuk shpërbëhet. Dhe kafsha bën qumshtin, kalonte në produktet dhe shkon te konsumatori. Pra, ne kemi ndaluar edhe një problematik shumë të vogël, në mënyrë që ta kuptojmë rëndësinë e investimeve apo mënyrën se si ne duhet ta trajtojmë qoftë ushqimin që ne përdorim për kafshët, qoftë problematikat natyrave të ndryshme, sepse nuk po flasim vetëm për një sektor, por flasim për disa sektorë.
që jemi në kategorizimin e 900 për subjekteve në terren. Pra kjo është një mënyrë e një qasje të re, por edhe standardizimi drejt Bashkimit Evropian me strukturat që ne kemi vendosur në terren. Pak për ushqimin, se kjo më ka bërë përshtypje gjithë këto kohë që di vërdall dhe filloi dhe unë kuptoj diçka nga drejtoria. Për shembull, aflatoksinën erdhi prej ushqimit që erdhi nga importi. Dhe një prej gjërave që çudit në këtë vend, me kaq shumë tokë është si nuk e bëjmë ushqimin vet. Për kafshë. Pse duhet të vazhdojmë të marrim ushqim kur ke kaq toka, ka shumë mundësi. E vërtet. Kanë pa mundësi vetë njerëzit janë toka të ndara. Çfarë ndodh që se dalin dot? Problemi jonë i vetëm është fragmentizimi i tokës bujqësore. Sepse e kemi të ndarë në një mënyrë me 17 pjesë një njëshin të parcelizuar. Pra, 2 të lymë me një vend, 1 të lymë me një vend, 1.5 diku tjetër. Pra nuk e kemi në një kuadrat të caktuar dhe ne kemi mundësi që të zirohemi në një kuadrat tjetër edhe të vazhdojmë të investojmë në ferma të mëdha apo në investime të mëdha siç e kanë në vendet e tjera të rajonit. Dhe kjo na ka lindur që dhe kontratat, të cilët janë emigrant, nuk e kanë dhënë kontratën. Ai është jashtë nuk doqe. Nuk e kanë dhënë kontratën pas një lloj arsye dhe kjo ka arritur që të krijohet një vakum jo i mirë në aspektin e punimit të tokës. Por unë dua që t'i bëj thirrje gjithë të shqiptarëve që jetojnë jashtë dhe e kanë lënë tokën tu pa punuar. Ka një interes nga komshitë e tyre, nga familjarët e tyre, nga një biznes, nga një fermer që do ta punojë tokën. Ka interes për ta marrë me qera tokën, ka interes për ta punuar dhe për ta investuar në të mbjella. Ta japin me kontratë. Nuk ka asnjë proces ligjor që ndalon apo i cënon tokën e tyre, apo pronën e tyre. Do t'u ngelen atyre prapë, vetëm jepet. Patjetër që i ndodh aty, është i tyre dhe do t'i mbetet përjetësisht atyre, sepse ligji e ka të caktuar që 751 është një proces që është e tyre, pra është pronar sipas regjistrave që është ndarë në tokën e 751. Por duke qenë se ka një interes për këtë sipërfaqe që tani po na rri bosh, duhet që ta mbjellim. Dhe shumë fermer që ne takojmë në terren na kërkojnë këtë shqetësim dhe na thonë që ju lutem na gjini një mënyrë që ne të bashkëpunojmë me këta persona, që ne të marrim tokën, ta punojmë. Shteti nuk e detyron dot, por duke qenë se ne kemi pasur problematik, kemi arritur që në skemën kombëtare vetëm me një kontratë dore, vetëm me një marrëveshje midis fermerëve apo qytetarëve me njëri tjetrin, të aplikojnë tek ne dhe të përfitojnë, edhe me një AMTP, pa dalë certifikata pronësisë. Po, vjen, edhe ne i kemi bërë pjesë që ata të përfitojnë dhe të jenë pjesë e mbështetjes nga qeveria në mënyrën që të investohen dhe të ulin koston e prodhimit. Sepse të investosh me skemën kombëtare nuk do të thotë që do pasurohesh, por do ulesh koston e prodhimit që ti të dalësh me një përfitim më të madh dhe të dalim me një konkurrim edhe nga vendet e rajonit të mbështetjen që ne kemi kryer. Por në të gjithë skemën kombëtare nuk ka mjaftuar që ne të mbulojmë të gjithë këtë proces. Dhe qeveria shqiptare këtë vit për herë të parë ka vendosur dhe 10% të çdo fature që fermerët do të çojnë në treg. Pra, çdo produkt, çdo gjë që ne çojmë në pikën e grumbullimit, në agroturizëm, që do të shesin vaj ulliri, ulli, speca, qumësht, mishin, çdo gjë. Nëse ne do të marrim autofaturën dhe do ta depozitojmë në 6 mujorin e parë pranë tatimeve, do të marrim 10% të sasisë. Pra, përveç skemës kombëtare që ato mbështeten, dhe do të marrin dhe 10% të çdo produkti që do të çesë. Është vështirë me fatura, nuk më e dini që është vështirë. Ka një vështirësi, mund ta themi deri në ndërgjegjësimin e situatës, por nëse ne nuk do ta fillojmë asnjëherë, nuk do rregullohet asnjëherë kjo mundësi autofaturimi. Kështu kemi pas vështirësi në çdo reformë që ne kemi kryer me qeverinë shqiptare. Por filloi dhe kanë filluar, janë ndërgjegjësuar dhe çdo reformë ka vështirësitë e veta. Kjo është një mënyrë reforme, por edhe mënyrë për të ndërgjegjësuar
edhe fermerët, edhe bizneset e mëdha që duhet të lëshojnë ato faturat, edhe një formalizimi, mund të themi, sepse shumë fermerë nuk e kanë akoma një numër NIP-i, pavarësisht se kanë një tokë të mbjellë, kanë shumë rrënjulli, kanë blegtori, kanë toka që punojnë, shesin në një mënyrë në tregjet e zonave rurale që ata jetojnë, por kjo i bën që mos të formalizohen kurrë. Dhe kur ne shkojmë drejt Bashkimit Evropian, qoftë me cilësi, qoftë me mënyrën se si ne do të shkojmë për jo vetëm për sigurinë ushqimore, por edhe ndaj tregut. Sepse nesër do të themi po, ke një sasi parash, edhe unë jam fermer. Po si e fermer kur shteti ty të ka dhënë mundësinë që ti të formalizohesh, të kesh një numër NIP-i, mos paguash taksa, të përfitosh nga shteti shqiptar, që nga skema, që nga 10% që ti jep. Pra ti e ke mundësinë që shteti nga 1 meter katror deri në 500 hektar, ti je pjesë e mbështetjes nga qeveria shqiptare për mundësinë që t'jep në këtë aspekt. E shojna, për ju është diçka që duhet bërë, por sa duhet nuk vjen dakord. Nafta, sidomos në momentin e tyre. Unë do t'jap disa fakte pse kjo është diskutuar kaq shumë. Dhe kjo ka ardhur nga vetë fermerët. Sepse kemi has disa problematika që ju thash më parë, ku fermerët ankohen, por mshiu nuk ma jep tokën, sepse përfiton naftë. Jeton në Itali, merr naftën. Jeton në Gjermani, ka aplikuar vetë, nuk ma jep mua kontratën sepse ka një mënyrë përfitimi dhe unë e punoj realisht, por nuk ma lëshon kontrata. Probleme të vogla që lidheshin drejt për drejt me ata që punojnë tokën. Ne duhet ndihmojmë fermerin që punon. Ai i cili shkon çdo ditë në mëngjes, merret me tokën, ushqen kafshët, del në terren, mbjell tokën etj. Dhe kjo ishte mënyra e vetme që ne ta përshtasim skemën për ata realisht që punojnë tokën. Legët po aty janë, legët po të fermerëve janë, ne nuk kemi e heq asgjë. Përveç se kemi shtuar buxhetin nga qeveria shqiptare. Por të ankohen dhe të mos përfitojnë realisht ata që punojnë tokën, është mëkat dhe është krim që ne ta bëjmë të punë. Dhe dikush që jeton në shtetit nuk përfitoj nga qeveria shqiptare. Jo se nuk duhet përfitoj, le të vi këtu, e ne mi presim të investoj, ta mbështesim konkretisht me skemën tonë, por nuk mundet që ne të mbështesim një formë që nuk punohet. Ne mbështesim për të ulur koston, ne mbështesim për t'i dhënë mundësi fermerit që të jetë edhe një pyetje për ata që duan, po nuk është ka që mendoj unë. Mosbesimi është tipike tek njeriu, sidomos shqiptarët desin të mos besojnë. Thonë, ma çfarë lekësh do japun, do marrë gjysmë ataj e para. Dhe nuk është të do ti marrë lekët e para, e dyta ka njerëz që nuk dinë si. Si ta bëj këtë gjë? Dhe normalisht në punë gjithkohës, nuk ka fëmijën e kanë emigracion, nuk ti ta bëj. Si ndihmohen këta njerëz që mund të përfitojnë nga shtet? Atëherë ne kemi disa forma për të aplikuar. Kemi online, nëpërmjet telefonit, të aplikacioneve online që ne kemi. Shumë e thjeshtë, është shqip. Kemi agropikat tona në terren, që janë në çdo qark, që fermerët mund të shkojnë të aplikojnë, të marrin dokumentacionin e duhur dhe të jenë pjesë e skemës, e asistojnë punojësit ta. Dhe një pjesë shumë e mirë që ju sapo thatë, ndodh nëpërmjet agropikave tona. Dhe një pjesë që aplikojnë online, por edhe nëpërmjet njësive administrative, që e kanë afër, shkojnë aty, nuk kanë mundësi që të shkojnë tek agropikat e tjerë. Apo është pak e vështirë kontrolli, se shkon vërtet parajat e njerëzit që kanë. Patjetër. Ne kemi përshtatur skemën për të shkuar tek fermerët. Pra, duke heq sistemin që dikush jeton jashtë dhe përfiton këtu, fermerët që janë këtu do përfitojnë. Sepse kemi bërë një formë, siç është formalizimi për 10%, që secili nga ta, duke qenë se do të depozitojë autofaturën, do të kuptojë që ai që punon vlerësohet. Pra nuk mund të kemi më në skema për personat që nuk punojnë tokën.
por realisht ata që punojnë të marrin paratë që janë vënë dispozicion për ta. Dhe mënyra që ne kemi vendosur për të gjithë sistemin e aplikimeve, edhe për fermerat që nuk arrin do të aplikojnë online, edhe për fermerat që nuk din ta përdorin aplikacionin, të shkojnë në agropikat dhe të jenë pjesë e procesit që ne kryejmë. Ka diçka për të rinj për shumë të ditë. Është vështirë për një të ri të kushtohet lektorisë, nëse nuk e ka traditë familjare. Por edhe kur e ka traditë familjare, do të jeni punë tjetër. Si ndihmohet ai që të rritë punën që bën? Duhet qenë se ne kemi vendosur në skemë për të rritë, jo vetëm për të marrë 10.000 euro dhe për të blejë një makinë apo për të shërbyer atyre, por për të marrë me bujqësinë. Dhe interesi në skemën që ne kemi vendosur është i lartë. Dhe shohim që duhet akoma më shumë punë për të informuar të rinjt, sepse ju të gjithë merren me bujqësi, duket diçka e lodhshme, diçka e mundueshme që nuk lidhet me profilin e tyre, i duket si tallse nga shokët e vet, pra dikush merret me një biznes më të mirë apo nga familja e tjerë. Por interesi është rritur sepse kanë kuptuar që bujqësia ka një të ardhme, edhe për shkak klimave në zona ne prodhojmë me cilësi në Shqipëri. Nga vetë fakti që ne jemi një vend i vogël dhe Bashkimi Evropian është një vend i madh, një treg shumë i madh. Dhe vetëm vitin e kaluar ne kemi çuar në eksport mbi 330.000 ton produkte. Dhe kjo e tregon që përveç se ne prodhojmë me cilësi, sepse nuk na pranon Bashkimi Evropian pa një analizë, pa një cilësi shumë të mirë, kemi një natyrë që na ka falë Zoti që ne dalim 3 deri në 1 muaj, 3 javë deri në 1 muaj më parë se tregu evropian për shkak të klimës që kemi. Dhe kjo na ka favorizuar që ne të shkojmë me një produkt shumë të mirë në treg, edhe në Bashkimin Evropian, sepse atje ne jemi një pakicë që shkojmë me produkt. Sepse edhe ata kanë produktet e tyre, prodhojnë edhe në vendet e rajonit, shkojnë për të eksportuar dhe për të shitur në treg, dhe kjo na ka bërë që të shkojmë me një cilësi shumë të mirë. Pata disa pyetje nga gazetarët para pak ditësh ku ne bëjmë intervistat, daljet zyrtare në të çdo muaj me gazetarët. Do të thonë që ka rënë pak eksporti. Se lajmet kështu janë. Atëherë, eksporti mund të ketë rënë, ne jemi në paralel me vitin e kaluar, pra jemi në të njëjtat shifra. Por na ka rënë importi në produkte, sepse produkti shqiptar është në çdo tavolinë tani në tavolinat shqiptare. Sepse kemi kuptuar që ne prodhojmë me cilësi. Po konsumohet këtu. Po kuptojmë që ne në të gjithë produktin tonë kemi në tavolinat shqiptare, në bizneset, në restorante, në agroturizma, në çdo tavolinë shqiptare, në mënyrë që produkti jonë pse duhet të shkojë jashtë? Për çfarë arsye? Atje na pret një treg më i zhvilluar apo me një çmim më të madh? Jo. Jo. Absolutisht. Pra ne kemi këtu dhe po e konsumojmë këtu. Kemi pas probleme me pesticidet, po bëm një reformë shumë të mirë me pesticidet në terren. Shkuam te çdo biznes që shiste pesticidet, te çdo farmaci bujqësore. Dhe morëm shumë masa. Dhe një nga subjektet që kam qenë personalisht për pesticidet, ne bëm një dalje me strukturat tona në terren. Kishim ankesa nga fermerët dhe duket qenë se fermerët na vunë një presion ku pse na linin në treg, diçka sepse ne nuk kemi të informuar. Dhe më shumë se kaq në një nga farmacitë bujqësore e kemi mbyllur mbi 3 muaj. Marrë masa administrative dhe shumë produkte të tjera, të cilat ne kemi kaluar edhe në arreste të disa nga produktet që kanë qenë ndaluara nga Bashkimi Evropian dhe ne çfarë kemi të regjistruar
në ligjin shqiptar, sepse ne kemi të parafruar të gjithë legjislacionin me Bashkimin Evropian për çdo produkt që përdoret në pesticidet apo në spërkatjen e perimeve apo produkteve tona në Shqipëri. Dhe na ka kaluar në një proces shumë mirë që ishte nevojshme. Tani kemi shumë produkte të mira në Shqipëri që fermerët janë të gjësuar sepse gjumshmëria që ne i bëjmë në etiketim kur e çon në dërgon tek pika e grumullimit kur nis një kamion për eksport e vendos me niptin e fermerit dhe me arkat e caktuara se kush fermer e ka, dhe në moment që del një problematik rrugës apo në dogan apo në shtetet që dërgojnë, del fermeri që ka problematika. Dhe kjo është ajo regjistri apo certifikata e çdo fermeri që dërgon produktin në treg. Dhe kjo ka arritur që pika e grumbullimit nuk prodhon produkt, por e merr nga fermer dhe duke hasur problematikat e saj natyre, vendosëm një patent për çdo produkt që ne dërgojmë. Dhe kjo arrin që fermerët të ndërgjegjësohen dhe të kenë mundësi që të prodhojnë me cilësi, se ndryshe nuk ja dalin dot për të shkuar në treg. Dhe kjo është një mënyrë që i kemi lidhur gjërat edhe me aspektin ligjor, edhe me ndërshkimin e farmacive, por edhe me ndërgjegjësimin që fermerët duhet kenë për prodhimin sa më të mirë në produktet e tyre. Diçka që ka lidhje me separat, nuk mund t'i marrë gjitha nga shtetja e zhvazgëtueshme kredit. Ka një ndryshim fakt në mënyrën e një ndikim të shtetit, mënyrën se marrë kredi për të zhvilluar kredit agro, se mjaft pa kredi për të rregulluar shtëpinë, duhet ta kuptojmë që çfarë do ham. Shumë e qartë është. Edhe para pak ditësh në shkuar marrëveshjen me kryeministrin, me Bankën e Shqipërisë, guvernatorin dhe bankat e nivelit të dytë. Për dyfishon ndërmarrjen tënde që ne kemi lançuar tashmë për një kredi deri në 2 milion euro me interes 2%. Pra është një mundësi shumë e mirë që fermerët apo bizneset të tjera që duan të investojnë, se nuk është vetëm për fermerët tani, është zgjeruar mënyra për përfituar nga kjo garanci sovrane, kur shteti deri në 70% të kolateralit është garanci dhe pjesa tjetër është për biznesin apo ai që do të dyfishojë ndërmarrjen. Kemi pas deri në 250.000 euro, por duke pas interes që fermerët apo bizneset duan të investojnë në sasiera apo në paketime, në industri më të mëdha, të merrni një kredi më të madhe. Dhe deri në 2 milion euro, qeveria kanë aksesuar tashmë që bizneset faktikisht na kanë falendëruar që shteti jep një mundësi të tillë që të kenë akses në bankat e nivelit 2 dhe qeveria është garanti i 70% kolateralit dhe mundësi shumë e mirë që fermerët apo bizneset të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e kësaj mundësie që qeveria shqiptare i ka dhënë. Dhe janë hapet e para, do ta kuptojnë kur disa nga bizneset apo konkurrentët apo bizneset që janë paralel apo komshiu apo investitori më i madh apo një biznes më i vogël të kuptojë që kjo është mundësia që duhet dyfishojnë punën. Ka një interes, do të investoj në biznesin do të marrë sipërfaqe më të mëdha, do të investoj në teknologji, do të investoj në një kapanon apo një investim tjetër që e ka të nevojshme për të investuar në biznesin e tyre, pra për të dyfishuar, shteti ja ka dhënë aksesin që të jetë pjesë e mbështetjes. Ndërkohë, ju jeni dilni shpesh në media, nuk u shikoj shumë, por u shikoj shumë ferma, i shikoj në fabrika. Ja, për shembull, kjo stollshmja që më pranua të vjen ishte fabrika Klas. E Sallame. Pse e zgjodhët? Pse erdhët? Ka fushat që duhet jeri kudo, si funksionon? Unë po shkoj në çdo biznes, pa dallim, te çdo fush, për t'i pa nga afër, për t'i pyetur për problemet, për t'i promovuar në rrjetet sociale, në media dhe kudo, dhe për t'i thënë shqiptarëve që ne kemi shumë produkte të mira që prodhojmë këtu dhe duhet konsumoni produktet tona.
është një mënyrë që jo të gjithë e dinë se që ky biznes ekziston. Përfshi dhe më, nuk e di. Dhe kjo është e keqja që ne nuk e dim. E para, e dyta nuk e besojnë. Dhe kjo na bën dëm. E pyeta pak më parë zotin e biznesit dhe i them që a ke kaluar në kategorizinë, ta ka ardhur komisioni, po thot. Dhe më ka lënë një detyrë që duhet të investoj një pajisje. E kam ble, për 2 ditë e vendos, kam një afat për 3 muaj për ta kryer këtë detyrë dhe në të gjithë standardet që ne kemi vendos ndaj sistemeve të tilla apo kategorizime që duhet kryej, je i ka të përmbushur. Në momentin që ne kemi një analizë, kemi standardet e higjienës, kemi sigurinë ushqimore, kemi një produkt shumë të mirë, kemi prodhim vendas, pse duhet të konsumojmë produktet e tjera dhe jo produktet vendas? Siç jemi në këtë biznes, kemi edhe biznese shumë të tjera në Shqipëri që jo të gjithë e dinë që ekzistojnë apo kanë produktet e tyre në supermarkete apo marketet që ato marrin produkte. Si duhet puna, se kur bëhet fjalë për mungesë marketimi, unë fajsoj median që marketon produktin e huaj që është i gatshëm, që paguan. Se tani të gjithë i kanë qartë për gjë, për patriotizmi, për është edhe çfarë është të media. Problemi i këtyre njerëzve që punojnë në Shqipëri është unë e bëj timen, e bëj të mirë, po doj të haj, po doj mos haj. Jo, duhet të bashkëpunojnë gjithë për të bërë tonën, që të duam tonën. Duhet, është pjesë e gjës, domethënë. I takon dhe atyre, se kemi fajin vetëm ne. Po duhet, patjetër se pse do të shkojnë në eksport dhe pse mos e konsumojmë këtu? Kush është arsyeja? Ne marrim pa frikë ne këtë. Patjetër, është i kaluar në analizë, ka një laborator, ka kaluar gjithë procesin e kategorizimit, sepse është me standardet e Bashkimit Evropian. Ky që sot mund të shojë në eksport, mund të shojë në çdo biznes, në çdo restorant, në çdo supermarket, në çdo vend që ne duhet ta konsumojmë, pra kemi kaluar të gjithë procesin. Dhe nëse nuk e bëjmë ne promovimin e bizneseve tona, kush do ta bëj? Nuk jam shumë i mediave, nuk kam dalë realisht, edhe disa më kritikojnë, disa më thonë më mirë, ti je duke pranë fermerëve, duke dalë me ta, duke dëgjuar, duke bashkëbiseduar. Puna e bujqësisë nuk është të rish në zyrë. Patjetër, do marrësh, do punosh, do parafrosh, do shkosh në parlament, do mbrosh aktet ligjore, pra procesin që ne kryejmë për Bashkimin Evropian, sepse kemi shumë ligje për të parafruar, kemi shumë procese për të parafruar, kemi detyrat tona që duhet kryejmë në ministri, sepse është një punë voluminoze, sepse bujqësia ka një sektor të zgjeruar. Nuk është vetëm një fush. Po një qendër sepse lidhet nga çfarë mbjell në tokë dhe çfarë bie nga qielli. Çfarë mbjell në tokë do vaditjen, do mënyrën për të qenë për ta mbuluar në skemën kombëtare, për ta aksesuar, për ta parandaluar nga përmbytjet, për të çuar ujin në sezon që ata kërkojnë. Tani jemi për shembull sezonin e vaditjes. Duhet shkojmë bashki, e kanë quar, bordet e kullimit janë terren për të vazhduar punën e tyre, për të pastruar edhe për të bërë gati edhe për sezonin e dimrit, sepse është një proces që nuk mund të punojmë dot në dimër për të bërë punime, qoftë në regjenatura, qoftë në përmbytje që ne kemi pas dhe vitin e kaluar dhe këtë vit, që atje ku ne kemi nevojë për ndërhyr, ne i kalojmë nëpërmjet buxhetit qeverisë apo investimeve që ja çojmë për bashkitë që kanë nevojë për përmirësimin e infrastrukturës. Dhe bujqësia, e u thash edhe një herë, varet çfarë mbjell dhe çfarë bie nga qielli. Nga qielli mund bie shi i rrëmbyeshëm, ku klima ka ndryshuar tashmë, nga 3 muaj një shtrirje e një shiu tani na bien për një javë. Pra ka ndryshuar klima dhe ne duhet të jemi gati për këtë. Po punojmë shumë mirë me modelin turk për siguracionin në fermë. Siguracioni do të jetë një nga mënyrat më të mira që qeveria shqiptare do të kryejë. Ne jemi duke bërë gati, kemi marrë modelin turk. Unë para pak ditësh isha edhe në Turqi kur bashkëbisedua me qeverinë turke, ku po na asiston qeveria gjermane
për mënyrën se si ne do të bëjmë legjislacionin, mënyrën se si do të qasemi te fermerët për të mbuluar një pjesë nga qeveria, një pjesë nga ta. Mënyrë që ne mos të kemi më problematika të natyrës së përmbytjeve apo shqetësimeve që lidhen në thatësira apo në probleme që klima her pas here na ndryshon edhe na kemi probleme. Dhe kjo do të jetë hapi më i rëndësishëm që ne do të marrim me bujqësinë dhe me sektorin që ne mbulojmë. Dhe shumë shpejt, por jemi duke bërë gati me anën teknike dhe të ligjit për tu përshtatur me fermerët apo edhe me mënyrën se si ne do të ndërtojmë këtë qasje. E mbyllim me pak buk ministrin me ndërkohë? E mbyllim me kamerën, duke të falenderuar edhe tani se më ndorën këtë. Ministri më siguroi që është e sigurt, kështu që e sigurt është klasi? Kështu që Duhet konsumojmë produktet shqiptare. produkte shqiptare. Po ajo blish shqip dikur, ishte fushat e bukur, me sa duket ka ardhur koha një fushatë tjetër për produkte shqiptare. Gëzuar me salamin klas. Gëzuar. Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank.